Përshëndetje, sot do të flas diçka për ndryshimet që duhet të ndërmarrin në mënyrën e të ushqyerit persona të cilët kanë të rritur nivelin e acidit urik në gjak apo që kanë smundjen e gihtit apo artritit hiperurikemik. Acidi urik është një komponent normale e gjakut, e cila në qoftë se rritet mbi nivelet normale, atëherë shkakton vështirësi. Këtë gjendje ne e quajmë hiperurikemi, dhe te kjo gjendje ndodh që acidi urik i tepërt të deponohet në formë të kristaleve në nyje dhe rreth nyjeve, gjë që shkakton inflamacion apo artrit hiperurikemik ose ndryshe gihtin, i cili manifestohet me dhimbje të menjëhershme të papritur të nyjes, skuqje edhe ajtje, dhe zakonisht së pari shfaqet në nyjen e gishtit të madh të këmbës, mirë po mund të vazhdojë të shfaqet edhe në nyje të tjera. Kjo smundje zakonisht është pasojë e çrregullimit të metabolizmit të proteinave si shkak i defektit gjenetik të trashëguar që kontrollon metabolizmin e purinave. Mirë po studimet tregojnë që janë të rrezikuar persona të cilët kanë mbipesh apo obezitet, dhe faktori kryesor që shkakton paraqitjen e kësaj smundje janë dieta me shumë ushqime që përmbajnë purine, që do të thotë dieta me shumë mish dhe produkte të mishit, qumsht dhe produkte të qumshtit dhe vezë. Por të rrezikuar janë edhe personat që konsumojnë sasi të tepërta të alkoolit. Pra një dietë e tillë na rrezikon që sasia e acidit urik të jetë e tepërt në gjak dhe që ai të deponohet në formë të kristaleve në nyje dhe të shkakton artritin hiperurikemik. Dhe te këta persona, dieta dhe mënyra e të ushqyerit pra ka një rëndësi të madhe në prognozën e kësaj smundje. Smundja do të përkeçohet edhe më tepër nëse këta persona nuk marrin sasi të mjaftueshme të ujit, gjë që i vështirëson veshkëve që të eliminon atë sasi të tepërt të acidit urik që është në gjak. Gjithsesi, se krahas me medikamente të cilat përshkruhen nga mjeku, por saqë të vëhet diagnoza e gihtit apo artritit hiperurikemik, duhet që të ndërmirren masat për ndryshimet e ushqimit, mënyrës së të ushqimit dhe të jetesës. Pikë së pari, duhet që të eliminohen, që të largohen kilogramat e tepërt me dietë adekuate të përshkruar enkas për këtë smundje nga mjeku, si dhe duhet që të eliminohet alkoholi. Nuk lejohet që të mirret mishi i kuq, të brendshmet sikurse mëlçia dhe veshkët, sardinat si dhe supat e mishrave të kuq. Ndërsa ushqimet tjera, sikurse lule lakra, spinaçi, mishi i shpezëve, i pulës, mishi i shpezëve të tjera, peshku, vezët edhe qumshti, jo më tepër se 3 herë në javë, për shkak se edhe këto përmbajnë një sasi të konsiderueshme të purineve, ndërsa janë të lejuara që të mirren drithrat integrale, pra buka integrale, supat e perimeve, perimet edhe pemët. Rekomandohet që në fazën e dhimbjeve, prap të përkeçimit të smundjes, kur personi ka dhimbje, ajtje dhe skuqje të nyjes, të kalohet në dietë vegetariane, pra vetëm në ushqime bimore, 10 ditë, e pastaj gradualisht që të fillohen ushqimet shtazore, që i përmenda të cilat janë të lejuara. Dhe ato duhen të mirren në sasi shumë të vogël, së pari vetëm 1 herë në ditë, 3 herë gjatë javës, e pastaj të shtohen 2 herë në ditë, mirë po gjithnjë në sasi shumë të vogël. Dhe kujdes të veçantë, gjatë fazës kur kanë dhimbje, duhet që të kemi te uji. Uji duhet të mirret së paku 3 litra, po ashtu duhen të mirren edhe çajra bimore që t'ju mundson veshkët të eliminon sasinë e tepërt të acidit urik që gjendet në gjak. Këto ishin disa këshilla për ushqimin te artriti hiperurikemik. Miru pafshim në emisionin e radhës.